Përshëndetje, a mund të ndani pak kohë për të votuar Sarën? Ajo është vajza e shoqes time dhe fituesi merr një vit mësime vallëzimi pa pagesë. Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme për të. Nëse ky mesazh ka mbërritur edhe në telefonin tuaj, keni kujdes. Bëhet fjalë për një skemë mashtrimi që po qarkullon prej ditësh në aplikacionin WhatsApp dhe që ka prekur masivisht përdorues dhe në Shqipëri. Qëllimi i hakerave në mesazhe që sipas ekspertëve është gjeneruar me inteligjencë artificiale nuk është as pak në të mirën tuaj. Dy skenare. Skenari i parë është thjesht vjedhja e dhënave personale dhe në të ardhmen të mundohen të keq përdorin këto dhëna, duke nisur që nga klonimi ose vjedhja e identitetit deri tek hapja e llogarive të tjera në emrin tuaj. Dhe skenari i dytë është në momentin që ne klikojmë linqe të tilla të downloadojmë software, të downloadojmë dhe të instalojmë software të cilat janë viruse, në mënyrë që hakerat të kenë akses, të kenë qasje tek pajisjet tonë. Mesazhi vjen nga një prej personave që ju keni në listën e kontakteve që mund të jetë njëri i afërt, rrjedhimisht dhe i besueshëm. Ai fton që të klikoni një link në fund të mesazhit dhe të votoni për një vajzë të vogël, shpesh të quajtur Sara, në mënyrë që ajo të përfitojë kurs vallëzimi. Kemi të bëjmë një fushat smishing, që do të thotë tentim për marrje informacioni, vjedhje dhënash ose marrje llogarisë me anë të SMS-ve. Qofshin këto SMS normale në telefonin tuaj ose në telefonin ton, qofshin këto me WhatsApp, Viber, Facebook, etj. Skema e njohur si mashtrimi balerinës është ndër mënyrat më të vjetra të hakerimit, por më efikasja deri më tani. Kushdo që nis të plotësojë të dhënat për të votuar Sarën magjinare i hap dhe derën virusit. Nisën të fillon në momentin që ne plotësojmë të dhënat të cilat na kërkohen për votimin. Këtu kuptohet që nga mesazhi në mesazh, nga fushata e hakerimit në fushatë ndryshon, ka raste që kërkojnë thjesht dhëna personale për të grumbulluar adresa emaili, numra telefonit e tjerë, ka raste kur është phishing i pastër që kërkon dhe passwordet. Përdoruesi që bie prej hakerave dhe infektohet nga virusi nis të dërgojë mesazhe të tjera dashakeqe te kontaktet e tij në celular, shpesh të maskuara si loja online, por edhe që krijojnë akses që hakerat të deportojnë deri në menaxhimin e llogarive bankare.